Trajneri Rolando Maran ka publikuar listën e parë në epokën e tij të re me kombëtaren shqiptare. Tekniku kuqezi ka grumbulluar 27 lojtarë për 2 miqësorët e qershorit ndaj Izraelit dhe Luksemburgut. Ka 2 risi në listë. Për herë të parë me kombëtaren grumbullohen portieri i Partizanit Pano Qirko dhe mesfushori i Karezezes Luis Hasa. Janë rikthyer në kombëtare Alen Sherri, Simon Simoni, Andi Hadroj, Taulan Seferi dhe Kristian Shpendi. Ndërkohë mungojnë për arsye dëmtimi Thomas Strakosha, Ernest Muçi, Nazmi Gripshi dhe Rej Manaj. Sa i përket listës së plotë, në port janë dhe Alen Sherri e Simon Simoni, ndërsa në mbrojtje bie në sy mungesa e Ivan Balliut, i cili duket se e ka mbyllur ciklin me kuqezinë. Në këtë repart janë ftuar Gjimshiti, Ajeti, Ismaili, Kell, Plana, Mitaj, Alii, Pilo, Hysaj dhe Hadroj. Nuk ka pëstuar ndryshime të mëdha as mes fusha, ku janë ftuar Aslani, Ramadani, Shehu, Laçi, Jasa, Pajaziti, Bajrami, Hoxha, Seferi dhe Mehmeti. Në sulm përveç Shpendit janë grumbulluar dhe Daku, Broja e Uzuni. Kombëtarja shqiptare do të luajë 2 ndeshje miqësore ndaj Izraelit më 3 qershor dhe ndaj Luksemburgut më 6 qershor. Të dyja sfida do të luhen në stadiumin Air Albania. Kombëtarja shqiptare nis zyrtarisht grumbullimin ditën e hënë më 1 qershor, ku do të stërvitet në shtëpinë e futbollit.